Disa vjet pas marrjes me koncesion të pasurive minerare të zonës nga një firmë huaj, banorët e fshatit Kalimash të komunës Malzi në Kukës i kërkuan qeverisë prishjen e marrëveshjes me nën kontraktorin kinez, pasi sipas tyre ai po shkatron pasuritë e zonës dhe ekosistemin. Ata janë drejtuar për tek ambientet e firmës për të shprehur indignatën e tyre ndaj aktivitetit të saj, por janë ndaluar nga ana e policisë, ndaj së cilës kanë reaguar ashpër. Banorët kërkojnë që të mos lejohet më kjo firmë që të shfrytëzojë vetë pasurinë minerare, ndërsa sipas tyre ajo nuk ka bërë asnjë investim. Kërkojmë që shpërmarrjen e koncesionit dhe ta marrin firma vendese e të fshatit dhe të komunës Malizi, bashkë me donatorë të tjerë. Ndryshe, ne nuk asnjë lloj firme nuk e lëm me ardhur këtu. Në fakt, minierja e Kalimashit shfrytëzohet prej vitesh nga vetë banorët e zonës, të cilët futen ilegalisht në galeritë e vjetra dhe nxjerrin prej andej prom të cilin e shesin nëpërmjet ndërmjetësuesve të tjerë në rrugë private. Por shfrytëzimi i minierës në këtë formë ka çuar në mjaft raste në viktima brenda galerive, për shkak të shembjes së tyre dhe mosbatimit të rregullave të sigurimit teknik të hyrjes në thellësitë e tokës. Miniera e Kalimashit u mbyll në vitet 90, ndërsa në të punonin rreth 1500 punëtorë, kryesisht nga fshatrat përreth.